Bismillahirrahmanirrahim. Disa dobi që vijnë nga agjerimi. Të agjerosh do të thotë të kesh shëndet, të kesh metabolizëm më të balancuar. Të agjerosh do të thotë të ndalohesh nga fjalët, nga mendimet e këqija. Të agjerosh do të thotë të socializohesh me njerëzit e tjerë dhe të mendosh dhe për ata të cilët nuk kanë bukën e gojës ose janë pa ujë dhe pa ushqim. Të agjerosh do të thotë pra ta shtosh imanin, sepse agjerimi ndikon edhe tek forcimi i besimit dhe qetësimi shpirtëror juaj. Dobitë e agjerimit pra janë të shumta, si në aspektin shëndetësor, si në aspektin shpirtëror, si dhe në aspektin pra njerëzor. Agjerimi e edukon njeriu, agjerimi e sensibilizon njeriu. Agjerimi pra është sepse na shton devotshmërinë, siç tha dhe Zoti në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besu, agjerimi është bërë obligim ashtu siç ishte obligim dhe për ata që ishin përpara jush, la'allakum tattaqun, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Pra, qëllimi i agjerimit është edhe rritja e devotshmërisë, përkushtimit në punë, në jetë, në familje, në atë dashuri e kështu me radhë. Pra gjitha këto janë prej mirësive të krijuesit ton, mirësive të Allahut. Ndaj ne duhet pra të përkushtohemi dhe të marrim këto dobi që na jep pra agjerimi i muajit Ramazan. Po ashtu agjerimi e rrit vetdijen e njeriu që njeriu të bëjë vepra të mira. Për shkak se agjerimi pra e ngrit aspektin shpirtëror që njeriu të bëhet më bamirës, të bëjë vepra të mira, ti shtoj ato dhe ti shumëfishoj pra të mira. Agjerimi e këndell pra shpirtin, po ashtu dhe pastron gjuhën. Dhe gjuha përmend shpesh krijuesin dhe falenderon dhe është gjuhë mirënjohëse. Pastaj largimi nga haja, nga ushqimi, nga pija, nga marrëdhëniet do të thotë që të mësosh një rregullore disiplinuese, që të krijosh pra një disiplinë se kur ti duhet të ndalosh edhe nga ushqimi dhe të kesh një orar të ushqimit. Disiplina në ushqim na mëson që të kemi disiplinë edhe në jetën tonë të përditshme, në punë, në menaxhimin e kohës e në shumë gjëra të tjera. Pastaj shumë mjek kanë thënë se agjerimi është operacion pa bisturi ose skalper, për shkak se lufton smundjet malinje të këqija që vijnë nga obeziteti ose nga siç është trashësia, si dhe smundjet që vijnë pra si shkak i toksinave të shumta të ushqimit që hajmë pra gjatë ditës. Pastaj ndodh ai procesi i filtrimit ose procesi që pastron krejt organizmin pra si shkak që ne jemi agjerueshëm. Pra dobit janë edhe sociale, edhe shëndetësore, edhe imanore e kështu me radhë.